Somalilandi, apo dikush e quan Somaliland, ndodhet në pjesën veriore të Republikës së Somalis dhe ka një pozicion strategjik në gjirin e Adenit ball për ball në atë detit me Babul Mandab të Jemenit. Ky vend po bëhet vatër e nxehtë e një konflikti ndërkombëtar që veç s'ka filluar për sigurinë, energjinë dhe lëvizjen e tregtisë globale. Ai ndodhet në një rrugë detare ku kalon rreth 12% e tregtisë globale dhe mbi 40% e tregtisë midis Evropës dhe Azisë. Prandaj, Somalilandi është kthyer në një fushë përplasjeje e rrezikshme me prezencë të madhe të flotave ushtarake, të fuqive të kohës së tanishme, për ta luftuar her piraterinë e her kërcënimet e sigurisë, përfshirë edhe sulmet e Huthive. Miq, kush e ka pa filmin Captain Phillips, nëse ju kujtohet, i gjiruar, nëse nuk jam gabim, në vitin 2013, me personazhin kryesor, aktorin Tom Hanks, e ka kuptuar rëndësinë e Somalilandit dhe qasaj grykës për të cilën po flasim në këtë video. Filmi Captain Phillips tregon historinë e kapitenit amerikan Richard Phillips, që ka qenë udhëheci i Anijës. I Anijës, të cilën e sulmojnë piratët somalez në brigjet e Afrikës Lindore, në zonën e asaj që quhet Gulf of Aden.